Një nga botimet tuaja trajton edhe gjenocidin në rajonin e Pejës gjatë vitit 1999. Sa sfiduese ka qenë trajtimi i kësaj teme dhe çfarë ka sjell të re ky studim? Po, jo marrë sidomos edhe pse, domethënë fush ngosht studime kam historinë e Mesjet, jo marrë me gjenocidin serb në rajonin e Pejës, thjesht jo mundu me grumbullu fakte, me grumbullu dëshmi, për gjitha ato krime cilat kanë ndodhur sidomos pas ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, jo mundu me përfshi ato fshatra, ato vende ku kanë ndodhur masakra, ku kanë ndodhur krime, forcat serbe ku kanë kry krime, dhe jo mundu që me sjell para lexuesit, po dhe para opinionit gjerë një pasqyrë se çfarë ka ndodhur në Kosovë, sidomos në periudhën pas ndërhyrjes NATO-s, mars 99 deri në qershor, ka qenë mjaft sfiduese, ka qenë jo shumë e lehtë sepse është një temë mjaft e ndihshme, po megjithatë kombëri jo mundu me dhon dhana të sakta, me hulumtu, me bashkëpunu me qytetar, me bashkëpunu me dëshmitar, po ashtu kombëri me siguru dëshmi cilat dëshmitarët i kanë dhënë më njëherë pas luftës, domethënë mas shumë një muaj ose 2 muaj pas përfundimit të luftës i kanë dhënë dëshmitë dhe i kanë bërë gjanat shumë të freskëta për atë se çka ka ndodhur.